sonte përmbyllen aktivitetet e organizuara përndër të epopesë ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ndezja e flakadamëve do të bëhet në 7 rajonet e Kosovës, ndërsa në orën 19 në sheshin Adem Jashari në Skënderaj do të mbahet një program artistik. 28 vjetë më parë, më 5, 6 dhe 7 mars të vitit 98, forcat serbe rrethuan kullën e Jasharëve. Në përballje të pabarabartë, Adem Jashari së bashku me familjen e tij zgjodhen qëndresën deri në Flemë, duke u bërë simbol i pathyeshmërisë dhe i vendoshmërisë për çlirim. Sot shënohet 7 marsi, dita e mësuesit, e cila festohet në të gjitha shkollat dhe universitetet. Presidentja e vendit Vjosa Osmani ka shkruar se 7 marsi është festa e shpirtit të kombit ton, i cili mbijetoi fal gjuhës shqipe. Sipas saj, mësuesit shqiptar nuk u dorëzuan, por e mbajtën gjallë gjuhën, librin dhe ëndrrën e një kombi që donte të jetonte i lirë. Kryetarja e Kuvendit Albulena Agjiu shkruan se në duart e mësimdhënësve fillon rruga e çdo fëmije drejt dijes, qytetarisë dhe së ardhmës së vendit, e përkushtimit të tyre të përditshëm mësuesit formojnë brezat që do ta zhvillojnë Republikën tonë. Edhe Ministri i Arsimit dhe Shkencës Hajrullah Qeku ka shprehur minjoje për të gjithë mësuesit, të cilët, siç tha, me përkushtim dije, dashuri, formësojnë brezat e ri dhe të ardhmën e vendit. Kryetari i PDK-s Bedri Hamza ka uruar të gjithë mësimdhënësit që sipas tij me përkushtim edukojnë dhe formojnë breza të ri. Ndryshe, zanafilla e kësaj dite përkon me hapjen e mësojtorës së parë shqipe në mars të vitit 87 në Korçë, pikërisht një kohë kur shqiptarët mësonin shqip fshehurazi në shtëpitë e tyre për shkak të sundimit osman. Instituti i Kosovës për Drejtësi i bën thirrje Këshillit Prokurorial që në përputhje me kompetencat kushtetuese dhe ligjore të tij ta shpall konkursin për kryeprokuror të ri të shtetit. Sipas institutit, shpallja e këtij konkursi dhe zhvillimi i një procesi meritor do të ishte një sinjal adekuat i shenjave pozitive të reformës në Këshill. IKD thekson se Kosova është pa kryeprokuror të shtetit që nga prilli i vitit 2022 dhe po bëhen 4 vjet që ky institucion funksionon me ushtrues detyre. Më 17 tetor të 2023-s, presidentja kishte njoftuar se nuk e ka dekretuar kandidatin e propozuar nga Këshilli, duke e kthyer këtë proces në KPK. Misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR, ka bërë të ditur se ushtarët italianë vazhdojnë të kryejnë patrulla të rregullta përgjatë vijës kufitare në zonën e përgjegjësisë së tyre. Sipas KFOR-it, këto aktivitete synojnë ruajtjen e vetdijes dhe kontribuojnë në stabilitetin e përgjithshëm në rajon, duke përmbushur mandatin për të garantuar një mjedis të sigurt dhe lirinë e lëvizjes për të gjithë qytetarët në Kosovë. KFOR-i thotë se vazhdon të zbatojë mandatin e tij për të kontribuar për sigurinë e vendit. Policia e Kosovës njofton se brenda 24 orëve janë regjistruar 60 aksidente, njëra prej tyre me fatalitet, ndërkaq 21 me persona të lënduar dhe 38 aksidente me dëme materiale. Gjatë kësaj periudhe kohore, policia ka shqiptuar mbi 2000 gjoba në trafik. Gjithashtu, në 24 orët e fundit, policia njofton se ka arrestuar 44 persona për vepra të ndryshme penale, ku 19 prej tyre janë dërguar në mbajtje, një në ndalim policor dhe 3 të tjerë në vuajtje të dënimit. Ministri i Bujqësisë Armend Muja ka pritur në takim përfaqësues të Gjermanisë me të cilët ka diskutuar për zhvillimin e sektorit të bujqësisë në vend. Në njoftimin e ministrisë, thuhet se gjatë takimit u bisedua për objektivat strategjike të ministrisë, për modernizimin e sektorit bujqësor dhe për krajen e fermerëve, si dhe për mundësitë e realizimit të projekteve të reja që synojnë rritjen e prodhimit dhe zhvillimin ekonomik të zonave rurale në Kosovë. Muja theksoi se bashkëpunimi me Gjermaninë do të fokusohet veçanërisht në prodhimin e frutave, perimeve dhe
hortikulturës, fusha të cilat kanë potencial të madh për rritjen e konkurrencës së bujqësisë vendore. Vazhdojmë tutje me lajme të tjera. Kryetari i Prishtinës Përparim Rama ka bërë të ditur se ka filluar faza e dytë e punimeve në sheshin George Bush në kryeqytet. Këtë njoftim ai e ka bërë nëpërmjet rrjetit social Facebook. Punimet që parashohin transformimin e sheshit George Bush janë shoqëruar me shumë polemika. Problem lidhej me mosmarrveshjet mes komunës së Prishtinës dhe Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Kosovës, për atë se cilat ndërhyrje mund të rrezikojnë asetet e trashëgimisë kulturore në ato hapësira.